Gjykata themelore e Prishtinës ka lëshuar të mërkurën fletë arrestime për Milla Radojčić dhe 10 të dyshuar të tjerë në lidhje me ngritjen e barikadave në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe në vitin 2022. Radojčić dhe 50 të dyshuar të tjerë janë duke u hetuar pasi dyshohet se kanë minuar rendin kushtetues të Kosovës e kanë marrë pjesë në protestat dhe ngritjen e barikadave në veri të vendit në vitin 2022. Radojčić, i cili veç se kërkohet në Kosovë për krime lufte dhe për sulmin në Banjsk, ishte nënkryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, në kohën kur dyshohet se ka kryer veprën penale në 2022-shin. Miratimi i kërkesës së Prokurorisë Speciale të Kosovës për lëshimin e fletë arrestimeve për të dhe të tjerët vjen në ditën kur dëgjimi i kryetarit të listës serbe Zlatan Elek para Prokurorisë Speciale në Prishtinë u shty, pasi avokati i tij ishte sëmur. Lista serbe reagoi të mërkurën ndaj këtij vendimi, duke thënë se me dëbimin e policëve serb të lindur dhe që kanë jetuar për dekada në Kosovë, me shpalljen e fletë arrestimeve dhe me marrje në pyetje të 10 serbëve për protestat paqësore të mbajtura në vitin 2022, Albin Kurti po zbaton me shpejtësi dhe pa fshehje një plan për spastrimin etnik të popullit serb nga territori i Kosovës. Më 10 dhjetor të vitit 2022, në veri të Kosovës u ngritën barikada për shkak të arrestimit të Dejan Pantić, një ish zyrtar i policisë të cilin autoritetet e Kosovës e akuzuan për pjesëmarrje në sulmin ndaj ambienteve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës. Ato barikada u hoqën më 29 dhjetor pas thirrjes së presidentit serb Aleksandar Vučić dhe pasi Pantić u dërgua në arrest shtëpie. Barikadat pasuan një sër incidentesh dhe tensionesh të shtuara pasi serbët u larguan nga institucionet e Kosovës në veri në fillim të nëntorit 2022 me iniciativën e listës serbe. Kjo e fundit kundërshtoi atë kohë vendimin e qeverisë së Kosovës për zëvendësimin e targave serbe të makinave me targa të Republikës së Kosovës. Zyrtarët e listës serbe i mbështetën publikisht barikadat në veri të Kosovës në dhjetor të vitit 2022 dhe ishin të pranishëm fizikisht në vendet ku rrugët ishin të bllokuara me makineri të rëndë, duke u dhënë mesazhe inkurajuese qytetarëve të mbledhur. Kryetari i atëhershëm i listës serbe Goran Rakić tha se këto barikada ishin një reagim, jo një veprim, shkruan Radio Evropa e Lirë. Në ato barikada, ashtu si dhe në ato të ngritura në korrik të vitit 2022 apo shtator të 2021-shit, ishin të pranishëm kryesisht punonjës të institucioneve të Serbisë që funksiononin në Kosovë. Këto institucione, përveç atyre arsimore dhe shëndetësore, mbyllën ndërkohë nga autoritetet e Kosovës, të cilat i konsideronin si të palikshme dhe paralele. Gjatë kohës së barikadave, shumica e lokaleve në veri të Kosovës ishin të mbyllura ose ofronin ushqime vetëm për t'u marrë me vete. Punëtorët treguan aso kohë se nuk lejohet të ulesh brenda, por nuk tregonin se kush e kishte ndaluar këtë. Në atë kohë, kryetari i listës serbe ishte Milla Radojčić, i cili dha dorëheqje nga kjo pozitë në shtator të vitit 2023, pasi mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjsk. Në këtë sulm, serbët e armatosur vranë një policë të Kosovës, ndërsa në përleshjen me armë që pasoi, u vranë edhe 3 sulmues serb. Edhe pse autoritetet e Kosovës kishin lëshuar urdhër për arrestimin e Radojčić për përfshirje në korrupsion, friksim në procese gjyqësore dhe në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, lista serbe konfirmoi në vitin 2022 se nënkryetari i saj ishte i pranishëm në barikada, duke theksuar se ai gëzon mbështetje në mesin e serbëve në Kosovë dhe se është autoritet për ta.